Kush ishte Nexhat Daci? Akademik Daci lindi në vitin 1944 në Tërnoc. Shkollën fillore e kriju në vendlindje, ndërsa të mesme në Leskoc gjatë viteve 1956-1960. Po ashtu studimet universitare në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore, Dega e Kimisë në Beograd gjatë viteve 1962-1966, të cilat i përfundoi me sukses të lartë, duke u diplomuar në qershor të vitit 1966. Studimet pas universitare i vijoi në të njëjtin fakultet në vitin 1966-1968 për të vazhduar mëtej në specializimin në Liezh të Belgjikës në vitin 1970. Gradën e doktorit të shkencave e mori në Universitetin e Zagrebit të vitit 1973, ndërsa studimet postdoktorale i realizoi në Universitetin e Bradfortit në Angli më 1974. Karrierën akademike nisi në vitin 1968 në katedrën e kimisë të Fakultetit Filozofik dhe u avansua në të gjitha titujt akademik ligjërues në vitin 1971. Profesor inordinar në vitin 1974 dhe profesor ordinar në vitin 1984. Mori pjesë në 10 konferenca e projekte shkencore brenda e jashtë vendit, duke përfaqësuar Kosovën në simpoziume ndërkombëtare në SBA, Angli, Gjermani, Itali, Turqi, Hungari, Sloveni, Kroaci, Serbi, Shqipëri dhe Kosovë. Akademik Daci ishte autori 10 librave universitare dhe i qindra punimeve shkencore të botuara në revista vendore dhe ndërkombëtare, të cilat kanë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në zhvillimin e kimisë, arsimit të lartë dhe kulturës shkencore në Kosovë. Ai ishte antar i Shoqatës Kimike Amerikane në vitin 1985, i Akademisë Evropiane për çështjet e mjedisit më 1987, si dhe antar korrespondent në vitin 1993 dhe antar i rregullt në vitin 1996 i Akademisë së Shkencave dhe Arteve në Kosovë. Në vitin 2014 u pranua si antar i Akademisë Evropiane së Shkencave dhe Arteve. Në karrierën institucionale mbajti funksione të rëndësishme, si shef i degës së kimisë gjatë viteve 1971-1973. Sekretari përgjithshëm i Ashakut gjatë viteve 1994-1999. Kryetari i Ashakut në vitin 1999-2002 dhe po ashtu edhe në vitin 2018-2019. Në jetën publike ishte deputet i Kuvendit të Kosovës kryesisht nga viti 2001 deri në vitin 2011 dhe kryetari i Parlamentit të Kosovës në 2 mandate, nga viti 2000 deri në vitin 2004 dhe nga viti 2004 deri në vitin 2006.